pra nuk ka një vendim ende. Blloqet duhet të ndalen, është e domosdoshme të ndalen për një kohë, për disa muaj. Kjo është një arsye pse vjet është dashur të importojmë më shumë. Sa i përket çmimit tarifave të energjisë elektrike, ne do të shohim raportin konsultativ kur ZRE-ja ta publikoj atë. Ne në këtë fazë nuk mund të themi asgjë. ZRE-ja i vlerëson këto shpenzime që llogaritën që ata konsiderojnë që janë të arsyeshme. Së pari duhet theksuar se lajmi që është publikuar ka të bëjë me kërkesën e furnizuesit dhe operatorëve të tjerë, pra nuk ka një vendim ende. Ndërsa duhet pasur parasysh disa zhvillime që janë objektive në sektor të energjisë që do të mund të kenë pasoja në këtë aspekt. Ju, si që kemi theksuar disa herë, si qeni të informuar, në Korporatën Energjetike të Kosovës, vitin e kaluar kanë filluar investime në modernizim dhe rehabilitim që nuk janë bërë për 40 vite që nga fillimi i punës TC Kosova B dhe 60 vite nga fillimi i punës në TC Kosova A. Kjo do të thotë që për këto vite, si vjet dhe vitin e ardhshëm, ne do të kalojmë një periudhë sfiduese, sepse blloqet duhet të ndalen, është e domosdoshme të ndalen për një kohë, për disa muaj, në mënyrë që investimet të realizohen. Kjo është një sakrificë të cilën duhet ta bëjmë ne dhe për gjeneratat e ardhshme. Fatkeqësisht nuk është bërë më herët. Është investimi më i madh dhe më serioz, investimi i parë serioz që po bëhet në KEK pas 40 vite. Kjo është një arsye pse vjet është dashur të importojmë më shumë, që është një gjë që përflitet shumë, pra ka arsye objektive pse importi është rritur gjatë vitit të kaluar, pse importi pritet të jetë i lartë edhe gjatë këtij viti, mirë po edhe gjatë vitit të ardhshëm. Sa i përket kërkesës dhe vendimit eventual ose sa i përket çmimit tarifave të energjisë elektrike, ne do të shohim raportin konsultativ kur ZRE-ja ta publikoj atë. Ne në këtë fazë nuk mund të themi asgjë. ZRE-ja i vlerëson këto shpenzime që llogaritën që ata konsiderojnë që janë të arsyeshme.